Përshëndetje. Sot kisha dëshirë t'ju tregoja një eksperiencë shumë e fuqishme, edhe ku i dihet për disa shumë e pabesueshme, po si ju kam thënë unë në vitet e tjera, kur merresh me këto gjërat që janë nga bota tjetër, nga shtëpia jo, nga ana tjetër, aty e vërtet që të vinë ato fuqijat që kam falur unë, ka lloje fuqiash. Po këto janë fuqia që unë i kam praktikuar me, edhe kisha dëshirë me i mësu, me i zhvillu, se i kam pa këto për shembull, a kupton që bëhen. Edhe ka lloj gjëra që bëhen, po ti si ju kam thënë përpara, ju vendosni vetë, po ju që keni qejf merrni me këto gjëra për shembull, në kohën e ardhshme. Një ato gjërat janë këto gjërat që që ju kam thënë gjërat miste, që mund të bësh gjëra që duken çuditshme, a kupton? Ke ky trupi fizik. Sa imagjinon do të menja. Tu janë pralla, të janë vetëm për filma. Ato filmat ju japin shenjën që këto i bëjmë gjithë ne. Se ne kemi qenë ai Zoti. Ne jemi e Zoti, edhe ne dhe jemi e Zoti. Po kemi ardhur kjo loja për momentin, të harrumen, edhe jemi mësuar të lypim i tjerëve, shohim një tjetër më masën ne, edhe atëherë na ikë fuqia. Që kështu ti ku e kupton vetë kush je ti i vërtet, nga ana tjetër që ka ardhur ky avatari për të marrë një eksperiencë, ky eksperimenti këtu jetës, mund thosh, edhe ndaj të eksperienceve me e zbulu veten që ti ai Zoti i madh, që i thoni ju, jemi ne, gjithë ne, të gjithë kjo bota që i themi ne. Që kështu i men do të tregoj në një nga ato eksperiencë mia, kjo quhet se unë kam kërku pak çfarë mund quhet, po ajo afërta që kam që mund ta relatoj këtë, se këto gjërat janë pak vështirë me relatu. Nga astrali, nga këto tjetër, e kupton? Ka të bëjë ku je astral ti je 25% për shembull, nuk je, a kupton? Kurse ku je shumë nga trupi dal 100%. Je aty, a kupton? Di gjitha, një gjitha, i ke aksesit të gjitha. Po nëse këto mystet mund të interesuan shumë, edhe unë po praktikoja këto mystet. Kam unë, vegla, po këto vin pak si ma vonë, ku jam me pak dorën, a kupton, ku bëhesh një farë ngjendje me këto praktikat, edhe atëherë këto sikur të zbulohen, do të jesh ti pa gati për shembull për të gjërat. Po gjithë i kanë këto, gjithë i vinë. Se është dhe kjo një farë kombinimi, një farë pune së bashku me ato shoqët e tonë atje nalt, që janë një vend më të mirë kur i shohin gjërat më bukur dhe kanë gjërat edhe me ndihmu për shembull. Që kështu unë me kjo ishte, unë s'kam qenë në Shqipëri me kohë, ta them, po baja disa vite, pak. Ja po baja 2-3 vjet. Po ishte pak a shumë, po nese, se jam marrë me këto meditimet e gjërat e tjera. Ika unë në Shqipëri ishte vjetaja, 2025. U futa unë aty me i farveni, me i vend bukur ne nga afër Borshit, nga Borshi, nga Saranda ne. U futa me vend aty unë që të bëja këto praktikat e mia, këto mystet, me i zbulu, a kupton? Edhe me eksperiencu vetë, a kupton? Se unë për shifja, për shumë po më dërgoshin, të gjërat bëheshin, po e bëheshin tjerët, i me kuptohet veta, po e bëhen njani tjetri, që kam unë, a kupton? Që kështu e baj dhe unë, e bajnë dhe ti, e bajnë gjithë, a kupton? Që kështu unë i me fillova të praktikoja unë me këto gjërat që mi të rëgun këto. Qysh mund ta bësh, të pa të dëshirë. Po me gjithë gjana du pa koha, kupton, me i zbulus, unë të janë gjëra dhe mu për mu shumë të reja, kupton, po unë që si përgatitur, se e dhja paka shumë, kupton, qëfar gjendit janë, se kam qenë në bota tjetëri kam një lolle sensacionesh, i kam su, i kam trajtu, a kupton, edhe kjo ditë për shembull, unë kam marrë shumë, po më jap. Kjo është këtu filloi këto, po fillojnë të më mos, unë dija për shembull këto
Intuita ime është shumë e fuqishme, kupton? Unë kuptoja të tjerët në atë moment, se po praktikoja edhe shumë kisha praktikuar me kohë, edhe po isha i disiplinës për ja mrapa, isha i motivuar. Që shumë po eksperiencoja shumë gjëra të ndryshme në atë moment. Edhe e maj menun, po e thoja me kështu, sikur flet me na përmendë, pa të ngjojna, kupton? Se ti i hapur, se katroj me për ato. Kur i shkom për shembull sa rrugush, ndihmohesh, e kapesh me ato dhe tregojnë, kupton çka ke qef ti, çka ke qef bash ti. Edhe nuk ka pas visione, për jo se puna kësaj, kjo ishte komplet ndryshe. U futa unë për të praktiku metodikën time, qysh edhe me dalë nga trupi, ose qysh me marrë një nga këto eksperiencat për shembull. Se punoja unë dhe në atë kohë me shembull me disa kode që unë i kam zbulu vetë për shembull. Këto jam për kështu, jam shumë të fuqishme, kupton? U t'jesh një farë niveli për t'u marrë me këto, se po zditë qatë bashkë po t'erën të forcat, a kupton? Po patë mundësi t'i marrësh, për shembull se të vijnë po deshe. Tani, a kupton, dhe sikur nuk di qa ban, ku s'di kush je, do fiksohesh. Shumë, edhe unë, a kupton, se unë po e zbuloja, edhe unë u fiksova disa herë, se këto janë gjëra kështu, a kupton, nuk janë gjëra normale. Ishim son ke dita ditës, që shefret e qartë, kjo është komplet ndryshe. Nese, praktikova una edhe nga darka, nga 2-3 natës una, përua unë, në zuni qumi, po isha kështu me vibracion si t'nalt, a kupton? Se po praktikoja unë shpesh herë, 2-3-4 ditë, e merë duhen, po futësha ma fellë, a kupton? Bëhesh ma intensa jo për shembull, që mu futi jetu ku do ti, edhe po punoja me disa frekuencia të ndryshme për këtë punë. Edhe dola unë për shembull, u shkëputa nga trupi. E kuptova direkt që u shkëputa nga trupi me. Edhe u hap një portal. Ishte si paka shumë si këto spontenjat që ndodhën mu herë në park i kërvati, për ke ishte i me isha unë kontrol, nuk ishte ma këto që përmëshoshin mu, a kupton? Se unë përpysja, po e thoja më trekon e gjajme që, a kupton, që shu, në gjaj që njerëzit thonë çuditshme, që të baloj diçka me këto mistet, me këto gjërat, a kupton? Që mund ndihmoj, mund bëjnë gjë të mirë, ose e nese, nuk shumë përprisja, kupton? Ne jemi ditë në esë në atë kohë. Se ato shohin ku je gati, për shembull, paka shumë, të ndihmojnë sa të kenë mundësi. Varet nga gjendja jote ku je ti. Po nese, unë atë gjendje isha kështu shumë meditativ. Edhe këki portali me, po shifja unë me një situacion. Po thuj live, qysh po të shofun ty me, qysh po flasun ty me, ashu je, i viditëm aty, po ku hapi ki portali me ti, je dhe vetja jote, e di që e në kërvat, e di që po shef një eksperiencë, po dhe i me, ti je po thuj, ti je i kapu me gjithë ka ato eksperiencë, ti je ndin atë passion, energjin, intuita është shumë e fort, mund kapesh me gjithë tjerë, me gjendjen, që është në je, për shumë ti një të ba diçka para se mu ba, kupton, ti një gjithë të gjëra, ti me që ka për të ba, që s'ka për të ba. Edhe po shifja unë me vëmendje, edhe pashu një mal. Ky mal i pashu i këshu nga këto vinxhat, nga këto që grupojnë nga malet. Kishë këshu ky, ato gomat e kishë këshu si këto tankut, me zinxhir, jo me goma, ishte madhë. Edhe aty kishë këshu maqina tjera që punoshin aty, kështu ishin tip kamiona që merrshin zhavojnë, çoshin nëpër vene, po di unë ne po bashim kështu konstruksion. Ke mali aty. E po mirë, po shifja unë.
Tashti me ky shoferi i këtij vinxhit, nuk ka një energji këtit. Si bëtosh sikur një mbetën valla. Po thoj sikur jam unë ky. A kupton? Sikur jam unë ky. Në atë moment, ashtu e një pak a shumë. Sikur isha unë ai, a kupton? E një valla, unë shifja këtë nga larg. Po sikur po më zmadhosh. Kështu tamam është që doja unë, ishte kështu si po thosh tip kinemaja, është gjë e bukur. Edhe Qytë për dukesh, a kupton, a ditë ky ishte pak si në qef, a kupton, ishte pak shu, si tip mjeshtri, a kupton, bant aty filloj ky me mjeshtri, ishte nga mjeze, a kështu ka di unë. Ora 8, 9, 10, 11, 12, a farsat orës, qysh më duk mu. Se s'ka orë, të po ishte këtu, jo nga dreka, po para drekës, kështu para ditës. Edhe ky ishte pak si në qef, kishte ardhur mjeshtri freskët, ku di unë ishte pak kështu, ky dije për ta traktoi bante si mjeshtër. Pa tu ai ishte ke mali me imagjinoj mali, ishte pak kështu, ato rrugët janë nuk janë shumë dhaja, ato në kamioni i madh ke atë tjerë aty që marrin. Kështu kishte vend për të ardhur për çaj, po jo për tutalla, e kupton? E ky më bante si mjeshtër, po punonte, po se bante si mjeshtër, bante gjana edhe më shpejt se sa ka mundësi, për shembull, ajo vinxhi, si futesh me maqinë kthehes shumë shpejt, edhe a kupton, rreshqet dahet në gjë. Po thë njëta mënyrë, ky bante si mjeshtër. Ku do s'do ti, zhavori me aty, poshtë sikur rreshqiti pak. Ato kishte këtë cepi. Rreshqiti me si ky i humi ajo këti pak ashtu. Kontrolli. A kupton, këto tjerë me po të shmenesh, çau ba. Ba, ky vup rreshqiti ajo, radhë ky me. Komplet vinç. Ba. Nuk e pa, shifti, ky shoferi të vinçit me, shti burr. Doli aty, si i kështu, ku di më, shpejt, po s'kishte as kama si gjatë, ku di më, si ku shpëtoje. I thash unë, për pak, a kupton, na gjendje, që ku shipe unë, a kupton, ma aq sa dija unë. Edhe kjo ishte një nga këto parat e mia, që ishte kështu, e fuqishme fare. Që unë s'isha marrë ndonjëherë me këtë. Me këtë lloj eksperience. Kjo më ndodhi mu nga nëntori, dhjetori, januari, se më mend, por ku isha unë atë kohë aty, ke Borshi aty, ke plazhi Borsh. Isha 70 km larg. Ku isha me vend mirë kështu, qetësim aty, pak kështu si remote. Edhe pashëm këtë, ardhon prap mrapshme, bap. Ku nxova në me, fillon ta kjo. Zemra, bum, a kupton? Si ishte kështu kjo, unë ndjeva të gjitha atë, ndjeva peshë, ndjeva energjinë, ndjeva. Kjo ishte live, a kupton? Kjo ishte një kështu shumë e fuqishme, shumë energji e fuqishme, se më moran të gjithë energji, të gjitha gjanat edhe që e bana këtë që e kisha qef ta baja. Kështu tamam fare, që s'ka baj fare mu. Unë se njifje fare me këto njerëzit, këto vinçat, unë se di fare, unë s'kam qenë ajera ne valla nga Borshi, unë për herë pare isha atje. Isha qef qife pak ashtë, po ja dhe praktikuja këto gjërat e mia. Tash po dali xhiro. Edhe takoj edhe familjet e kështu. Edhe bana pak kështu isha si pak me djerës nga ajo intensiteti, a kupton, nga ajo si aty një gjitha energjit, zhurmat, ndjenjat, a kupton, është një gjë kështu e keqe, po është një gjë e ndryshme, e jashtëzakonshme, se unë s'jam mësuar me këtë fare energji me, a kupton, kjo është kështu valla, levelin i nalt. A kupton, ku merr ti këto do ta kesh trupin fizik mirë, po ne them do ta marrësh vënien mirë, diçka të tash, diçka të pish. A kupton? Se për shembull ti mund dalësh nga trupi, mund të marrësh eksperiencë. Si marrin edhe këto që vdesin për shembull, që plaket trupi, është trupi i dobët shumë. Që vdesin edhe vin prap. Po këto me ku vin, po nuk marrin shumë informacion, pse pati trupin e mirë ti. A kupton informacionin që peti po thu rrin atje. Po ku trishin me këtu trupi e merr informacionin nga bota tjetër edhe këto fuqijat që mund t'i përdorësh tu. Ose pati trupin e mirë nuk e merr.
Po se pare trupin e mirë, ti mund ta kesh eksperiencë, mund të shkosh, shohësh, ta zbulosh. Por që të marrësh të energjia që të punosh tu, do të jesh fizikisht me gjendje të mira, kupton? Që ti je shulla i pastër që të vikje tamam. Që kuptova unë, që u praktikoja, sa kam bën po për bashkën tjerë. Që shpeshipja unë, me informacion nga bota tjetër. Edhe u bakje me u qova unë me e kuptova direktën që kjo është një gjë që do bëhet. E niti direkt. A kupton? Po shive kështu rreth e qarku. Ha, tash ku është ky vendi kështu, a kupton? Çfarë bëhet kështu? Po me këtë gjërat nuk vjen me kohë për shkakun të bëhet sot, nesër, pas nesër, mas javë, 2 javë. E kështu që kam pasur të tjera të mas kësaj, kjo ishte një nga ato të parë që ishte kështu për këtë punë. Për këtë tjetër më për shembull e di pak a shumë, po nuk e di saktë çka kohë do bëhet, a kupton? Po ti e ke parë se do bëhet më në javë, ose më në 3-4 ditësh, a kupton? Kështu afërsisht pak a shumë se më në 6 muajve ose para mas një viti ose 2 vjet, a kupton? Ka ndryshe, varet çfarë gjendje është, çfarë kategori është, me çin ka të bëj, edhe çfarë ndryshimi. I kupton gjithë ato gjëra. Edhe unë e kuptova me që kjo këtë muhabetin e kam unë dori me, e kupton? O s'di ç'të bëj, alla, ç'është e bëjmë me temë. Thuaj vetëm. Do të gjej venin për herë parë. E po mirë, dola unë janë nga Saranda, zgjeta gjë. I rashte nga borshi unë, shif unë, i ditë aty, nuk janë për qark, po janë për të gjëra, për na i fak kështu vinxha gjana, që po. Edhe po vija për qark, edhe po studioj natyrën, po ato se kisha shumë. Që qeta, kupton, se di që të gjana ndodhin vesh, se po doli kështu ajo e diun që gjana do lidhen me njërin tjetër. Dhe duke ecur, po dilën nga borshi, unë dola ika makinën e poshtë nga deti. Edhe do zoti nga dalë aty unë ishte kënaqur me muzikë bukur, se kisha shumë kështu problem, isha në gjendje të mirë, ta marr vetë sa më mirë që filloja të eksploroja se mbishin këto gjëra. Edhe ku do zoti si më kthy menja mua. Ku isha me fare vendin ku shifun, shofun këtë malin që pash ke ky vizioni profetik. E pash unë malin, e pash dhe traktorin, ashtu që e pash ke mali aty. Edhe e pash, ashtu që shmu duk, ku e pash të una, ashtu ishte vendi. Po thoi kopje. E pash të koptova direkt. Ishte nalë fare, unë që të poshtë. E po mirë thashmë, ishte nga mazditja. Unë s'dje që të baja. E tashme, po mirë, se unë kështë dalë do unë, thash që të shofje, ku shif unë, e pash një këshu dole jera ne ona nga funi, o këteva prap, e pash një këshu nga këto, ishte një anë që përshiste mish, a këpton, ishte një farë tabela aty ke rruga, mish, telefoni kaq. E mora, unë e kapi gruja ti, tha s'ka mish, tha. E po mirë, vazhdova në rrugën time. Erdha prapë në afshun, ku do zoti tashun, harrova fare këtë unë, i ka kej veni im, këtë një si ku më harru fare këtë, mos unë tash ti kje, po me që ban natë, tash pele për në herë tjetër. Të vërsu dhe pak. Atë s'kishtë njëri e, këpëtan, që kësër tashim me hajtëme, tashim mos në zito, dal nga dalime. Po një prapun, që për kështu ishte afra, këpëtan, ishte kjo muhabeti, e këptohen që është kjo muhabeti me, ishte aty ke veni una, ku përria. Edhe po thoja me, pra që ishte bërë me, thoja verestimun, e këpëtan, po bëjet me informacion, po këtoj me, si ku ta ma kanë lanë mundore, vla. A këpëtan, si ku po kape shumë me këtoj me. Pas doja të kapesh, se kuptova ma vetin me unë, a këpëtan, i me ka mundore këte, paka shumë. I me, do thot na, me që për lyk, ishte paka shuaja, i me vepro. I me unë e di se e kam studiu i këto gjërat, mi kanë tërgu dhe ato, a këpëtan, që këto gjërat për shembull shpesh herë nuk duhet përzihesh, se duhet ndodhin. Edhe na herë i bie keq fare, a kupton? Po ndodhin, i shef to ndodhin. Nuk shef shumë gjëra që kanë ndodhur. Po e me ti flasësh njeriu tamam për të gjërat, ai do të rënditet, do të çmenet, do fiksohet. A kupton që kështu nuk bëhet to muhabete. Po nëse unë prapë kemi vetën time, me çështë ja bajmë, çështë ja bajmë. Tashun ti ke tje më thashun. Që do fajmë, që më beti bajmë ati thëmë, me si do flasëm aty, po e di unë Allah, aja tashime. Gjina i ty, në i zyrtar aty, në i farë këshu kronare, po e di unë e vorë, në një që është naltë aty që punojnë, që kanë këto ma këto reglat.
Flas me një aty, unë aty them kështu, kështu mua beti, unë e pash janë, këto andrët një dalin vërteta, diqysh. Edhe kështu mund ba, e baja unë me ja ime para se me ika, kapton? Se kjo ishte ime gjë e re, o po menoja me mënyra që shte baja, ja, pashe kështu s'ba, do majmë për Allah. Dhe të mbesojmë. Që shte baja, kapton? Mund t'i iki shoferi, ta trem pak shoferi, nëse ta ja, ashtu s'ba. Qas menoja, kapton? Po gjitha gjanët me këta në gjanë që si bandot mua bet me robin e vla, qështë të mund? Të rozojt a i vingjime. E pash, vicion. Unë s'dua se 3 njerëz, ta kapton? Ose më arrestojnë në majnë policinë, ose do më bërtasin, ku e di ose do tremen. Ku e di, unë se di, ta kapton qështë meshem të punë. E kështë dhe për herë parë. Kështu, që dhe baje me këteme, më ka nërë këtë vjen mundorë, unë jam këtu afër me, e ka pa venin i me, unë se di as vetë, do nodhe nesë, pas nesë, mas i javë, mas 2 javësh, a kapton, se di fare pak a mirë i me. E s'di e që të baja, po me janë tjetë di që të baja, që kështu i me i shku atje marë muabetin. Qarë, s'ka që të bash aty, a kapton, kjo do bati me, ka nërë të ndorë. E po mirë, vje për qarkun, tash kapësha pak me ma shumë informacion se isha pak shumë që shte baj. Zdia, a kapton, ku e di unë që ndodhi mu pëso banë, s'jam aj tipi, po nesër. Po me ndohë unë që shte baja. Edhe po komunikoja, unë thashun, a bagja? Ja, s'është bagja. Po kështu, si po merja informacion që po komunikoja në fillim me sistemin ti, me gjithë të gjërat. Edhe po praktikoje me gjithë edhe ma shumë informacion, a këpëton, po si ku s'po mbash, po mite shumë informacion, a këpëton. Edhe për gjëra tjera, edhe për këto sensacione, du t'i mash dhe këtoj me kështu si tip, a këpëton se ku i mërë të gjëra ti pak kështu ti. Si pak si tip kështu hyper, a këpëton një pak kështu ti me ti jenë 2 bota, për me du të punosh dhe me këtu me njërës që i takon rrugë për shumë, ta ba me dore, që ban, ku fitën ma me këte, ku jeti një gjendje, ku jeti, ku është ky. A këpëtan? Si të mos, ku je shumë mena, ka jo, loja që pëndot, edhe këtu dhe atje. Kështu i me, unë maj me aty i ka unë, saran dhe dite, të blija pak të di unë, ca fruta, ca mishe, kështu. Po kësa e pa unë, dole di tjetër ne unë nga boshi, po këtë unë si ka harova, që dije, po unë si haroj të gjanë, a këpëton, dole ne unë ika para kalova, a këpëton. E kështë lanë për bosh, për t'ikë për të falim atë, po ku ikën, ku di unë dhe që shutova, unë që harova fare, edhe si ku mërë dhe mija në diçka tjetër ani, si kështë kështu unë, ika me vend tjetër unë, a këpëton, vetëm dile shëti, se ne edhe më shifja pak venet, anë rreth e qarë, nga këto, që ka e imë ne. Himare, këto gjëre të vene që janë e apë. S'kështë qenë ajerë ne. Kështu vija, këpëton. Edhe kur këthejnë më shpa pa roba, ti ke nalë. Që basë, që ka ku vija shpi, qësh, ta shumë në hajë ti ki me, ta shumë pa. Hajë s'pa bajnë nesë. Për tatë, këtë di unë s'jam në e kështu. Për menova se ka pa kohë menoja, në këpëton për prisja, unë pak me edhe ma shumë informacion, na i fa planifikimi që shte baje, pa t'njete kohë di unë, se së shke për baje, vetëm ikë me folë ma to. Po e unë përshita mënyre me, po them të bazë, do ba, po t'ikëm atje, të mund t'i përishti punë, ose të bëjë dhe ma keq, a këpëton, ose mos thoshtë në edhe menja, a këpëton, se menja si këpëton të gjana, thoshtë, deni të gjana, thoshtë, se s'bajt gja, a këpëton, thoshtë menja, që e s'banë e urë, ti e di që kja fut kot, po prak, ka pak të vërtet kja se i me këtë janë gjana, e këtë imoni këtë dore me, këtë bashkë me jetë me tje që si një fare, vla. Edhe, këtë jam ikën kështu me këtë menje mrapshe, parshe, dile, baje, me hume menje, po studioja edhe unë atë ko shumë, a kupton? Po këtë praktika, qysh i bana, qysh mdoli, po shkoja mrapsh, po i studioja, po i praktikoja prap që të merja ma shumë. A kupton? Qysh zbaloja edhe sa ma mirë, edhe nga gjithë të gjendjet, po prap, kjo nuk ikën nga menja, kjo se ishte shumë e freskë, dhe kjo rrinë të vintën e kupton?
ma të shpërmen, hare. Shkoj me, baj diçka. Edhe unë sikur isha pak shu, për di unë që ta them. Jo si që me frikë, po si ku haroj edhe, se di unë normalisht, sa haroj kështu. Kështu di. Edhe, i ka prapën me, për Saran, kështë kaluaj javë me. I ka prapën për Saran, paka shumë ma shumë, javë, këtë di unë. Dhe i ka ble pak unë prapë ushqim. Ose atë ditëve, se e në parë. I ka unë, i me kua, provon ka Saranda unë i me, në kratë djatë parë se marë Saranda, 2-3 kilometra, ka di unë paka shumë. Pash unë me në kratë djatë, ishte një konstruksion dhe aty, po thuj, isoj se kjo që ishë në bosh. A këpëton? Po të paka shumë isoj, kishtë njëtin vinç, njëtin traktor, kishtë atë mali paka shumë, për këtë tjetër në pash ndryshun, ke mali, ashtu ishe pash ke boshi. Me përbash edhe me fiksimin, a këpëton, mos jetë kjo, ose mos jetë ajo, po në pash e dhije që ishte ajo, po edhe kjo duk paka shumë isoj. Edhe e në lova makinën unë, që tashim me hajde, tashim me që është rasti, si me, a këpëton. E pas që ka dhe tjetër këtu, pys dhe këtu i me, a këpëton, këtu i me që jam tu i me, po shkoj po pys. Edhe unë sikur komunikoha me vetën time, a këpëton, tashim në shkiveni, s'pe me për gjim një, po thosht edhe po dhe këshu, a këpëton. Duke komuniku pak ma shumë me vetën time, unë në gjendje, edhe mora ato që doj që tashim shkoj ati baj më bet me tonë, po, ta shko, e po mirë. Se e këpëton pak a shumë, kur njësh. Shkojnë këtë veni me, shifun, i shif të vizet të gjanat, që shumë veni madhë, këtë konstruksioni një madhë, këtë tip kimali aty. E këshin farë kështu këto, si farë, këtë di unë, që këtë vinë të nalta e rruga, aty ke nalta isha e zyra këtyreve. Ku futani me pak ka dyre dhere hapë shposh fare, si ku doli një nga këto zyrtarët aty. Pajer, e banë me dorën, mori vesh ajo, tashun me tiki nalë baj më bëhet ma te, me tashun ta seroj këtë, tashun. Ta regullojnë të mohabetin. Ta këpëtan. Ato një doli shuja, si fat, po thuja ty për ty, ato se unë kisha banë e këtë gjërat, as ja veqa parë, kishë për herë parë, kishë ndodhi më këshu. Se më kam ndodhë të tjerën, pra tjerë të di unë, me këtë se dija mje fare. Kishtë e baja. Erë aty, nalë, doli kjo gruja, e tha, a ka, qa do tha, këto, qa mund ndihmoj. E unë i thash, sajtë me tha shumë. Gjë këto, unë as njof, as mjef. Po ka marrë tu me një arsye që këto andrët e mija në jerë dalin shumë vërteta, a këpëton? I thash. Që i thash andrë, po kësisht andrë, për që të thoja në sajtë, a këpëton? Se s'merë vesh. E me dhe trejme, këtë. I thash, kështu tash unë, e pash një vend se puna ti tash unë, ishte i vinë që të naltë. Po thu, ishte ndryshë tash unë. Këja i veni, po paka shumë i saj dhe këtu ishte mali. Po e pash ndryshë më këtë, si ku e dalon pak. Ishte këtë vinë që tu, ishte dhe të mashina këtu rreth e qarkë tash unë. Këtë ditë tash unë kë shoferi, bante pak shu, ishte pak si në qef tash unë. Bante kështu gjirime, gjana me vinçin. Edhe u rëzu nga mali tash unë, bam. Rajo, vinçi. Që këshuj me unër atë thash që ti thush ati shoferit e ti vinçit, që pak me nga dalë, që ka arsh njani këtu, ka thanë këshu. Po patë mundësime, baje pak me një prapë mësim. Diçka këshu, a këpëton? E ku e thashëm kjo? E bane kjo, thashëm, po kjo qa ka thashëm? Kjo ndodhi, tha, para 3 ditësh, aty ke boshi, tha. Unë e lakësho. Që diqë. Edhe tha, a i buri humit të dyja kamë, tha. Po zdiq, tha. A këpëtan. Ashtu që pashun. Dole e, shpëtoje. Si ku ikoj, pa kamë atë. Ja, po mis. Aja në ila bit një me, tashën po mirë papshën, po ikim pra. Fillosh edhe mua jo. A këpëtan. Dhimja me në përmena qysh miku më kemë nga dora kështu tashun, ku ma bete, a këpëtan, qysh se regullovan këtë ma bete tashun, a këpëtan.
qysh, që si baja vetë, ika nga ty unë, aja në le habitë, unë vetëm ika, tash. Po vitash, një pafshën, ditë në mirë. Ika maqina aty, pakova unë, ku e di unë sa orë kam qajt aty. I bija ngrushta, ke stolat, ke maqina, bërtisja, kërthisja, e shaja e vetën, e degeneroja, që si bana. Si këshu i me, do ka jetën i vetë paka shumë, a këpton, që shi bje kjo, ku e në gjendje. E këshu. Qa si bana vetës. E di e vetë si viktim, qysh pangër të mordja, do e vetë si. Qysh le një, qysh se bana ti të punë. Po nese, kjo ishte dhe ajo që quhet wake up. Se ku i bën gjërat e këqira, që kam përkuptu unë, ti mund ndihmosh. Ta kapton kur ndodhin diçka kështu, mund kisha hyrë atë, kisha thënë, kështu mund bëhet muhabeti, që shumë me kujdes. Edhe kjo më të notën e di tjetër, por kjo ishte gjë që do bëhesh se s'ban, që unë e parë që e bë. Po mund të kisha përhyrë atë, kapton. Edhe aty për aty unë, që ishon aty? Normalisht unë s'jam shumë, unë jam shumë, kap qatë kapësh, jam gati, kapta, për të gjana si të mos, po, për dinu. Shumë me, qmejna fare kjo njeri shenj me mujme, kapta. Ka që fare, si të mos filmin për e lasha një, Italia që pjelloja punën time, s'pulloja ma shumë se kjo, të të qajtme, të të lajtme, të bërtitme, të nzeme, të të shajtme, a vetan, të nuk pëllojnë gjarë pa ti përse i 100 herë, për nesër. Pra miti natë, më qysh miku tjera më nga dora kështu. A vetan. Imaginon dot, çfarë përshtypje këtë banë kemë. Mos se ku se kam pak të ropin, ku se kam taku, as se di kush është, as se di fare këto venët, as se di gjana. Po, kem doli mu, në kisha rastin me. Po se banë. Po e me më kanë do të tjera mu që më dha të bullnetin me që a këptan, ma e me një mësim. Edhe kjo, të qajt me të këto të rënditit, këto që kisha unë, të periodën, të kohën. Iko, këtë disa ditë që isha kështu, ka që fare. S'pe kuptoja që shmiku këna duhet mu, pe logjikoja, pe komunikoja. Edhe ku e kënë gjendet të komunikon dhe aqë mirë, këpëton? Kur dela këtu, kur gjena i nati, e gjitha këto. Që i ka kja menja, rovi, ndjenja. Edhe... e kështu, për me... që edhe më dha më këta e me, që... a këpëton? Për tjetër për shumë. Kam dalë e atje që them si gari gëllu, s'kam pa gjatë që u ba, këpëton. Po është më beti që... mu të i gjedha atje për shemull. Edhe mu të thoi ati që për shemull, kështu bat për shemull. Ruju, edhe ai më kishte ba diçka, do ruhesh edhe zëdit të kjo. Edhe unë një e baja kismet kohës, kjo është gjak kohë për shemull. A këton do thoshte me janë gjak kështu, që se besonte. Dhe me ku ndodhi në këtë mënyrë që është ndodhi, edhe unë miku nga dur, e thoi vetë gjinar probleme dhe rojtoj gjithë jetën pa kam, për kisha në dorë, pa e të ndodhë, si di qofë. Njëtën arsye, po nuk kisha në dorë. Që këshu i me, kjo edhe më dha atë vullnetin edhe atë motivimin që e tjetë mos bëma gabim, shoku. Nuk do ka ide që se bajën gabim. Dhe bajën të po ndën, a kapton, njëm këshu e dha, unë... a kapton. Bat ma gabim me dha, ku pak këshu. Për nese, që këshu e të gjanët mund të ndodhme, këpton. Për me keni parasysh vetë, ju që mund të marrni në i pak kështu,
Se, a kupton, këtë bashkë me gjana kështu që njerëzit tonë janë pak kështu, si nuk banë, të janë pak si çuditshme, se janë frikë njerëz, s'kan fare, dhe unë kam qenë vetë, i di vetë, sa frikë kam pasur apo jo, përpara këtyre gjanave. S'imagjinojnë dot. Kisha edhe unë frikë ata fillim, por unë kam mbatur me vitime. A kupton, që kam merr dorën çdo gjë apo. Në çfarë do të merresh ti? Po nesër. Kështu që ta ndaj këtë eksperiencën që mund të shohësh që ka lloje mënyra që ne kemi këto magjia të mëna për mrena. A kupton? Po deshe ti me putësa rrugës, po deshe merrem me rrugën tjetër, po deshe merrem me rrugën tjetër. Se të gjërat nuk janë për të gjitha, ato se cili ka ato vetëm. Ka aty lloj veglash. Kështu me që keni qef, bani, po kështu ndodhi mu, kjo e para fare. Edhe mund t'i tregoj edhe për tjetër që më ndodhi ma vonë sajt, edhe i tjetër, po. Janë shumë personale, a kupton, që kanë bajtë me mua, po unë po jam ndaj këto pyetje pak a shumë që, a kupton. Llogaritë pak çfarë s'do, që do të merresh, me çfarë do të merresh, çfarë do të bash, çka ke qef, çfarë s'ke qef, secili ka të qefën e vet. Po edhe mund të dalë edhe gjëra të ndryshme një herë, kupton. Edhe kjo ndryshon, kjo eksperiencë. Po unë kam ndryshuar për të mirën më që në sleko kur gjarë për të piki mu i me. A kupton? Nësë. Mirë pafshim. I shohë vitën tjetër.